Pardon my French. Përshëndetje, mirë se vini në Pardon My French. Jam unë, Jonida Liçkolli dhe Niko Komanin sot. Dhe unë, si gjithmonë, a? Ne të dy. Zjarr, Niko. Si ja kalon? Mirë, uroj që edhe të gjithë dëgjuesit apo ata që po na shohin nëpërmjet digital në kanalin 10 kenë kaluar një javë fantastike me lajme, me gjëra, me ndodhi të bukura. Si ka qenë java jote? Ka qenë e qetë me ato përditshmërisë, vrap andej vrap këtej, po në përgjithësi ka qenë e mirë, përveç lajmeve të trishta që kemi pasur nga nga jeta sociale këtë javë, por në përgjithësi ka qenë një javë e qetë. Për ty? Dhe mos thuaj që ato që them nuk janë të vërteta. E thash për Kanye West, shpërtheu lajmin ditën e nesër. Ne hapëm thashë themin të mërkurën e kaluar. Pra ishte vetëm në rang thashë themi, dhe të nesërmen plasën. Shpërtheu. Ishte lajmi i parë që nisa ditën e nesërme në mëngjes që kishte dalë si lajm. I lumtur sapo ka dalë dhe emri i Sara Gjordeni që do të prezantuesja e She's on Top. Dhe jam i lumtur se dua ta shikoj këtë emision në një dimension tjetër. Pra mendoj, duke qenë se është dhe new era, pres shumë gjëra. Dhe një drama normalisht. Do ketë drama patjetër, nuk e diskutoj këtë. She's on Top dhe jo drama është, nuk e di, si byreku pa gjiz. Thjesht peta. Si byreku pa gjëra brenda. Hej, uroj që udhëtimi juaj me Top Albania Radio të jetë sa më i mirë sot në shoqërinë e Pardon My French. Në fakt ka qenë një javë ngarkuar edhe për të gjithë personazhet e njohur, të paktën ata që sapo kanë lënë shtëpinë e Big Brother, janë me angazhimet e tyre. Ju keni parë javën e kaluar Miri në këtë studio përballë meje, teksa fliste dhe jepte mendimet e tij gjatë periudhës që është jashtë tashmë. Ditën e djeshme në ndryshe ishte Selin, Rogerti pa ashtu ka qenë tek Ilnisa. Këtë javë Brikena dhe Mateo do të jenë në Portokalli, kështu që janë duke u angazhuar edhe personazhet e famshëm. Ti se di që Juela, madje momentalisht po flasim, mund të jetë në nxjerrimet e klipit të saj të ri. Po, pra Juela, për të gjithë ju që po dëgjoni, sot duhet të ishte këtu me ne. Pjesë e panelit, por i kemi premtuar që do ta kemi sapo të publikoj këtë videoklipin që po xhiron sot. Pra sot është duke xhiruar klipin e saj të ri. Më vjen mirë që po angazhohet në pasionin e saj për të bërë muzikë. Edhe Juela po ashtu ka dhënë intervista në programe të ndryshme të Top Channel, po ashtu ka qenë edhe në Top Albania Radio, edhe e gjithë eksperienca e tyre brenda shtëpisë me sa shoh, po shërben si një augur shumë i mirë tashmë për të dhënë një stimul në karrierën e tyre. Stina dhe Stenaldo po ashtu kanë bërë një super këngë që po funksionon shumë mirë, po bëjnë koncerte. Kështu që janë në periudhë të mirë personazhet tanë. E hëna më gjeti pa gjumë, do thuash, sepse ishte Met Gala. A mund ta diskutojmë dhe këtë, por zemra ishte një nga mbrëmjet më të bukura të këtij viti deri tani. Për një njerëz që është merret me modën, i apasionuar për modën, është e domosdoshme të shoh çdo tapet të kuq të çdo eventi për shembull, apo thjesht ti i ndjek se i do ti ndjekësh? Me moshën rrallohen gjëra, të them, sepse nuk ke më aq shumë kohë ose nuk do ti fokusosh aq shumë kohë diçka. Pra, duke u rritur kam kuptuar që janë shumë pak tapetet kuqe aq të rëndësishme, se dikush shifja MTV Awards, shifja American Music Video Brit Awards, Grammys, Oscars. Shumë, Oscar vazhdoj shikoj dhe kam qenë. Ja vlen në fakt ta gdhish. Të vërtetën unë kam qenë pjesë për shumë vite tek një nga kolltuqet që isha opinionist për tapetin e kuq me të ftuar të ndryshëm, kam qenë diku për 3-4 vite dhe kam shijuar në maksimum dhe aty mësova që të seleksionoj tapetet e kuq. Po Met Gala është gjithmonë ngelet një nga ato evenimente, mund ta them, që nuk mund ta humbas. Dhe mezi pres për shkak tani të marr vesh temën e vitit tjetër. Do të flasim edhe për disa personazhe në fakt që janë të ndaluar, pra nuk ju shkon më ftesa. Janë të ndaluar, dhe një prej tyre është Kanye West. Dhe tjetër është e preferuara ime Nicki Minaj, që nuk u lejohet, por dhe do flasim për Black Lively që kishte bler biletën, pra nuk e kishin ftuar.
Dhe në rrjet qarkullon momenti që askush nuk e ndihmon për të ngritur fustanin nga momenti që nuk je eftuar. Ti mund të hypësh vetëm dhe ndjej jo komode për ta ngritur. E tmerrshme Niko. Gjuna. Ti je vip. Të mos ftohesh dhe të vetë ftohesh. S'ka gjë, ajo nuk ka asgjë të keqe, duke qenë se të gjitha biletat të ty janë mbi $100,000, po të gjitha shkojnë për Muzeumin e Artit, pra The Met. Në këtë gjë mua më pëlqeu kjo, si gjë se ishte kontribut, por ajo sjellja nuk më pëlqeu që nuk e ndihmuan. E kanë lënë aty. Ishte një lëvizje marketingu, duke qenë se ka patur atë çështjen gjyqësore me aktorin tek filmi që kishin luajtur së bashku dhe i doli që e tëra ka qenë një mashtrim nga ana e saj. Pra është munduar të pastroj disi imazhin e saj. Dhe mirë bën se në fund të ditës PR-i është shumë i rëndësishëm për personazhet e famshëm. Okej, do të vim tek Kanye West dhe Travis Scott është father që do të vi tani. Nuk e di çfarë do ndodh në koncertin e këtij artisti. Do shkoj, pse mos shkoj? Ai diskutuam. Jam shumë kurioze të di se ç'do ndodh. Por deri atëherë besoj do kemi kohë për të kuptuar më gjatë. Ta i bukur është ky zëri e Dea se ke vënë re. Pardon my friend. Ja të kemi sërish për të diskutuar për një event të rëndësishëm të modës, por jo vetëm, është një ndër eventet që personalitetet më të mëdha në botë mezi presin të marrin një ftesë, po edhe mund ta blejnë siç ka bër Blake Lively, dhe po flasim për Met Gala 2026, është ndjekur live nga Vogue. Anna Wintour është ajo që firmos ftesat. Ftesat, po. Edhe emrat që do të jenë aty. Zakonisht thuhet që në Met Gala nuk ftohen më ata që kanë thyer kodin e veshjes ose kanë ndonjë skandal, ndonjë problem vërdall. Nisi me Kylie Jenner, e cila ka, le të themi, tema këtë vit ishte costume art. Pra arti i veshur në një mënyrë të veshme. Pra ti të bësh art në veshjen tënde që mund ta bësh nëpërmjet pikturave të famshme, skulpturave të famshme. Skulpturave është një nga 3 veshjet top të mia. Dhe skulpturave pikërisht ishte kjo e Kylie Jenner, e cila ka veshur një gjysmë trup dhe një schiaparelli. Të themi të vërtetën, një raqe poshtë. Raqe. Është pjesa e fustanit poshtë dhe kishte hequr vetullat për kauzën e kancerit. Pra ky ishte luku total, imazhi i saj total. Më pëlqeu dhe gjithë gjetja e vetullave dhe arsyeja, por jo një nga luket e mia të preferuar. Next. Kylie zgjodhi pikërisht këtë të ishte një gjysmë statuj. Katy Perry është pak nga këto luftëtare, si quhen? Kalorësit. Kalorës me shpata, me gjysmë nga sipër. Don Quixote. Atëherë Katy Perry ka veshur një Stella McCartney, e cila veshja ishte në 2 pjesë, pra ishte një herë me maskën, pastaj pa maskën. Detajet ishin edhe dhëmbët e saj që ishin në total look, pra ishin të kuruara me diamante. Veshja pa pjesën lart të maskës është një veshje normale, një veshje tepër normale për Met Gala. Pra mendoj se gjithë gjëja e artit është pjesa e headpiece-it, e kokores. Ishte ndër më të mirat? Jo. Njerëzit e pëlqyen, por jo brenda temës. Nuk e pash tek lista e të veshurve më mirë. Në fakt, kalojmë tek një tjetër personazh që është Emma Chamberlain. Veshja është Mugler, nuk e dia e ke parë, qarkullon i tër realizimi se si është realizuar veshja, është e tëra një pikturë, është pikturë dore. Është realizuar vetëm për Met Galan. Të them të vërtetën, kur bëra research, pash që ishte inspirim nga një pikturë e Van Goghut. Dhe më pëlqeu, ka ardhur. Është fiks në temë. Është brenda temës si fillim, se ka një pikturë gjithë gjëja, por
të gjithë e kam vlerësuar si e veshura më mirë. Sa do qarkullonin emra Beyoncé dhe Rihanna aty. Domethënë të gjithë personat që marrin vesh nga moda dhe vlerësojnë të bukurën, kjo ishte vlerësuar si veshja më e bukur e mbrëmjes. Kalojmë tek një tjetër personazh që është Çuna? Po, e kanë vënë, është më iku emri. Joy King. Hajt më. Jo, unë këtë se pash. Kishe shumë veshje që unë evitova, për shembull edhe kjo sigurisht është në temë. Çfarë ka dashur të thotë? Më duket shumë e thjeshtë. Po, është një fustan. Më duket shumë mbrëmjesh. Vajzat tona këtë veshin kur dalin ose ftohen nëpër dasmë ose shkojnë nëpër klub, apo jo. Dasëm nuk mund të vishesh me atë se je kundër nusës. Po. Je pak me të bardha. E kuptoj, po më thuaj ti sa e mbajnë etikën. Jo. Prandaj. Hajde Joy, mund të ishe përpjekur pak më shumë. Joy mendoj se do kesh ban vitin tjetër. Jo, nuk më pëlqeu kjo veshje fare. Gigi Hadid është e veshur me një miu, edhe kjo e parapërqyer nga publiku, nuk më duket ndonjë gjë kaq wow sa njerëzit e bën. Mendoj që është thjesht Gigi Hadid duket shumë e bukur, shumë elegante. Për kaq. Nuk ka. Jo. Nuk më duket as në temë, me thënë të drejtën, se di, vetëm disa lule të qëndisura. Bravo, nuk e di çfarë veprarti përfaqësonin këto lulet, por Anne Hathaway. E veshur me një zogu i paqes. E veshur me një Michael Kors, dhe kam shkruar madje në storyn tim që hera parë që shikoj nga Michael Kors një veshje kaq interesante, kaq të bukur, kaq madhështore dhe është inspiruar nga lashtësia. Pra, tani jo duhet të jenë romak ose duhet të jenë diçka nga Greqia e lashtë. Është dora me pollumbin që është simboli i paqes. Edhe mbrapa ishte fantastike veshja. Ka qenë një nga top 5 preferuara në tapetin e kuq. Hailey Bieber me një YSL fantastik dhe është nga koleksioni i tyre 1968-s. Çfarë thua? Pra, është nga koleksioni i tyre arkiv i sjell si një vepër arti për Met Galan. Dhe në fakt është për të pasur edhe në koleksionin e veshjeve ikonike ndoshta, skulptura sipër e bën të hy te kjo pjesë. Po vetëm që është nga një koleksion arkivi atyre viteve dhe ka patur suksesin, aso kohë ka patur sukses kjo veshje, që kështu konsiderohet një vepër arti. Këto rikthimet më pëlqejnë shumë, me thënë të drejtën. Në cilin vit shqeu Kim Kardashian fustanin para 2 viteve, nëse gabojmë, para 2 viteve. Por nuk mund duk brenda tematikës. Po, Sabrina Carpenter e veshur me një Dior, sigurisht u shikojmë që vepra e artit është filmi i aparatit, filmi që ka shumë na ka munguar të gjithëve. Më pëlqeu, por jo, më pëlqeu të më thënë një veshje shumë e bukur mund të ishte për një çdo lloj tapeti, mbase jo këtë. Sabrina po pëlqejet shumë në fakt nga. Nuk e kuptoj pse. Nga adoleshentët. Jam nga ato tipat, nuk e di pse. Jemi tek Beyoncé, frymzuar nga anatomia e trupit të njeriut, kryesisht nga skeleti i trupit të njeriut, është vlerësuar në fakt kjo veshje, por disa kanë menduar gjithashtu që nuk ishte në maksimumin e saj. Di do masakrojnë gjithë ndjekësit, por unë e pëlqej Beyoncé, ka pëlqyer gjatë gjithë turneut saj. Dhe thënë ka qenë këngëtare e parë që solli kaq shumë luke brenda 3 viteve turne. Por më kujton diçka të përafërt që ka veshur në 2016-ën, 17-ën, në zgabohem në MTV Awards, ka performuar në ngjyrë gold, ka qenë shtatzan. Diçka tepër e përafërt. Veshja është Olivier Rousteing, po nuk shumë e parë. Por fansat e saj zbuluan që në fakt domethënë për trupin e saj ishte shumë interesante si gjë. Po shumë e madhe si gjë, shumë edhe nuk po gjeja në të vërtetë cila ishte vepra e artit, por disa nga fansat e saj kanë zbuluar që ky skelet i mbase është një lancim, një anoncim, le të themi, albumi të tretë, pra akt të tretë që pritet nga albumi i saj më i ri. Që mund të jetë pak më rock. Shumë Oscar, do thoya. Po, tapet Met Gala. Sigurisht jo, shumë elegante, më pëlqen, nuk mund të gjej një defekt tek ajo, edhe pse mbase mund të ketë shpeshherë që vishet normale apo shumë thjesht, por mendoj që është në vend i gabuar. Ose s'ka dhënë rëndësinë e duhur.
nuk e ka marrë seriozisht artin mbi trupin e saj. Jo, po varet se si e ka parë, mendoj që varet çfarë moodboardi ka pasur the designer të them të drejtën, disa faqe online kishin publikuar foto të personazheve të njohur, por të gjeneruara me inteligjencë artificiale, duke bërë tematikën ashtu siç mund ta përfytyron në ata tamam art. Pra ti gjeje një fustan me dizajnin e famshëm të Kiss nga Klimti, tek Beyoncé, le të themi, apo ku diun, domethënë të gjitha veprat e artit. Për shembull, piktura e famshme vajza me vëth perle, po ashtu ishte, edhe brenda temës më duken, me thënë të drejtën, më të bukura fotot e gjeneruara me inteligjencë artificiale. Pash Lady Gaga që qarkullonte një foto e veshur me Mugler, me një nga veshjet më të shtrenjta në botë, të realizuar që është nga Mugler, por u duk që ishe jaj sepse Lady Gaga nuk ishte në atë mbrëmje. Emily Blunt, po ashtu. Dhe pra arti sigurisht mendoj që është kjo si spil, si varse trupi. Më pëlqen, po me vëmendjen momentale që ka nga filmi Djalli Veshprada, më duket tepër e thjesht. Domethënë më pëlqen më shumë Anne Hathaway se sa Emily Blunt. Në këtë veshje. Në këtë tapet të kushtit. Kemi një tjetër personazh, është Kendall Jenner, pak e ngjashme me Kylie, vetëm se fustanin e ka me mëng, mendoj, sepse ka dhe ajo një bust poshtë. Po, ishin pak a shumë të inspiruar nga njëri tjetri. Nga një statuj ishte, më duket, nuk e mbaj mend emrin e statujës ajo e Kylie, se e pash në internet. Por designers të ndryshëm, Kylie ishe Schiaparelli, kurse e Kendall vinte nga Gap. Pra, madje Gap nuk ishte në bashkëpunim me një brand tjetër, të cilën do ta gjejmë për pak dhe do ju them, është nga Zak, po Sen dhe Gap. Është hera parë që Gap bën bashkëpunim me një designer haute couture. A janë të ngjashme apo gaboj unë? Janë të ngjashme, është e njëjta energji, e njëjti stil, por nëse do të pyesësh mua cili është realizuar më mirë, është Kendall. Mbase është dhe fiziku i saj, nuk e di. Lajza, si të duk? Më pëlqeu. Ishte kërcim në tajlandez ky fustan, po, më sa pash. Pra i duart janë statuja e duarve janë një kërcim tipik aziatik dhe ka zgjedhur që ta përfshi në veshje. Veshja më pëlqeu shumë. Them të vërtetën, si gjë e kam parë nga një drag queen që është nga Tajlanda, pra që e ka bërë të gjithë këto duar, pjesën e duarve është pjesë e posterit të turneut të tij. Nuk mundu diçka e re, absolutisht, por më duk diçka e bukur. Në diferencë me 3 vajzat e tjera nga grupi, Lisa ishte më brenda tematikës. Është e preferuar e vajzës time. Doja Cat, ha. Hajt më. Më kujton shumë Lady Gaga, me atë gjë më kujton shumë Lady Gaga prapë MTV Awards, mban mend kur erdhi si brenda vezës me atë gjën e lateksit. Bukur, por mbase jo për këtë event. Do shta arti këtu mund t'jetë jo. Flokët. Sigurisht jo veshja. Ajo veshja e romagëve ndoshta që kishin vetëm një çarçaf. Mbase sjell në version lateks, po nuk e se jo. Duhet lodhemi shumë të kuptojmë ku është arti këtu. Georgina Rodriguez. Nuk e di pse nuk u pëlqyen nga njerëzit. Mua më pëlqen. Është vepra artit që dallon. Është Maria, e shenjtë. Është gjithë, ëh? Santa, është mua më pëlqen. Ndoshta nga që nuk është të ishte nuk është Santa Vergine. E vërtet dhe kjo, ose mbase mund të ishe kompletuar që kishe një aktore mund të kishe lotët, i kishte një tjetër personazh. E pash ishe veshur me të zeza. Por njerëzit e kanë komentuar si tepër normale. Mendoj dhe unë që duhej pak, ose mbase vello të ishe pak më e madhe, të ishe pak më madhështore, ose të kishe diçka. Madonna kishte zgjedhur pashtu një vepër arti. Madonnas më ka pëlqyer shumë, do ta gjete atë vepër artit.
E kemi çuna jo, kaq kishim. Nuk e pas kemi Madonnën. Madonna ishte The Temptation. Është një pikturë, një vepër arti e realizuar po ashtu nga njerëz të tjerë. Në 1945-s. Nga njerëz të tjerë që i mbanin në pozicionet e pikturës dhe Madonna ishte në qendër, ishte në mes. Dhe Heidi Klum më pëlqeu që se kemi, por ishte veshur si statuj e inspiruar nga La Verdad Velada e 1752 ishte statuja. Prandaj më pëlqen. Është art më vete, është art më vete. Edhe informohesh. Edhe pse njerëzit nuk e kanë të mundur të shohin të gjithë festën apo gjithë mbrëmjen që realizohet brenda atyre mureve, kanë pasur mundësinë të ndjekin nëpërmjet kanaleve live nga Vogue të gjithë këtë pasarel yjesh edhe këtë pasarel e cila do të mbetet le të themi edhe si pjesë e arkivës së Met Gala nëse e kanë kryer misionin e tyre në këtë tapet. Në fakt është një film që luan po Anne Hathaway, Rihanna dhe dikush tjetër dhe flitet aty për Met Gala, për vjedhjen në një varse, nuk e di, nuk po më kujtoj titulli tani. E ke parë filmin? Edhe jep se çfarë ndodh brenda, domethënë festës, ka shumë siguri, domethënë janë të ruajtura këto veshjet në mënyrën më ekstreme të mundshme. Kështu që një far hinti edhe na e kanë dhënë nëpërmjet atij filmi. Sandra Bullock është aty po ashtu, Rihanna, Anne Hathaway, është film fantastik. Unë e kam përjetuar këtë si experience në 2022 kur në Eurovision me Ronelën, një nga kapelet madhështore të Ronelës, një e bardhë nëse mban mend Ruaza, ne i blem copyrightin, ka qenë një mbretëreshe spanjolle dhe pas performancës tonë ishim të detyruar ta çonim në muze, sepse copyrighti ishte bler për një muaj, pra realizimi dhe ekspozimi në Eurovision. Sa kushtoi ajo? Nuk jam marrë me këtë gjë. Unë di që ajo që na realizoi kapelen e kishte kryer vetë të gjitha pagesat, gjërat ne na erdhi nga ishte një dizajner shqiptar që jeton në Spanjë dhe sa mbaruam të gjithë gjën, ne e kthyem dhe ajo kapele është në muzeum momentalisht. Oh, sa qejf. Yes. Shumë qejf. Edhe i di gjithë këto procedurat, se sa të kujdesshëm duhet të ishim, që me çfarë kompanie duhet ta dërgonim, po ishin totalisht në detaje. Publicitet kemi tani.